Kostot e jetesës janë rritur me nisjen e stinës së verës. Banka e Shqipërisë raporton se inflacioni bazë arriti në 3.5% gjatë muajit qershor 2026. Ky pasqyrim reflekton një shtrëngtim me rreth 30% të çmimeve krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë që regjistroi dhe normën më të ulët të inflacionit, ndërsa pika më e lartë pas pandemisë dhe luftës në Ukrainë u arrit në shkurt të 2023, periudhë që shënoi rekord me një rritje prej 8.7%. Edhe pse Shqipëria shënoi norma më të ulët të ngritjes së çmimeve në Europë pas nisjes së luftës në lindjen e mesme, duket se inflacioni po krijon një tendencë në ngritje pas 3 vitesh niveli të qëndrueshëm. Kjo normë është mbi ato çfarë banka ka parashikuar në politikat afatmesme në strategjinë e ruajtjes së inflacionit bazë në nivelin 3%, duke rikthyer një presion mbi shpenzimet mujore. Ndërsa një muaj më parë kjo normë ishte në 3.1% dhe pa shumë luhatje gjatë 5 muajve të parë të këtij viti. Mbetet për të parë në muajt pasardhës nëse kjo prirje do të vazhdojë në ngritje apo do të stabilizohet në 3% në vijimësi. Këto shqetësime ngrihen pasi po hyn në pikun e sezonit veror dhe nga zhvillimet e fundit me rinisjen e provokimeve dhe përplasjeve agresive në lindjen e mesme pas një periudhe armëpushimi.